Një video live në rrjetet sociale është kthyer në tragjedi për Emma Amit, një influencuese nga Filipinet e cila humbi jetën pasi konsumoi një specie tejet helmuese. 51 vjeçaria u shfaq para ndjekësve duke gatuar me qumësht kokosi disa gafore dhe molusqe, që i kishte mbledhur vetë pranë shtëpisë së saj në Palawan. Pa e ditur rrezikun, ajo konsumoi të ashtu quajturën gafore djallëzore, një specie e njohur për toksinat e saj vdekjeprurëse. Autoritetet lokale konfirmuan se pas verifikimeve në banesë, gjetën guaskat e kësaj gaforeje, mishi së cilës përmban neurotoksina fatale që sulmojnë sistemin nervor brenda pak orësh. Kjo ngjarje ka tronditur komunitetin dhe ka vënë në alarm autoritetet filipinase, të cilat u bëjnë thirrje banorëve dhe turistëve të bëjnë kujdes maksimal me ushqimet e detit që mbledhin vetë, pasi kjo specie mund të jetë vdekjeprurëse edhe në sasi të vogla.